Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Sot shënohet 9 vjetori i shenjtërimit të Nën Terezës, figurës simbolike të mëshirës dhe përkushtimit ndaj më të varfërve. Më 4 shtator 2016, Papa Francesku e shpalli atë shenjtore, duke e quajtur shenjtore mëshirës dhe ikon të dashurisë hynore. Trashëgimia e saj humanitare vijon përmes urdhrit të misionarëve të bamirësisë, të themeluar prej saj në Indi, i cili sot vepron në mbi 130 vende të botës, duke u shërbyer të varfërve dhe të braktisurve. Edhe kryeministri Edi Rama dhe presidenti Bajram Begaj kanë kujtuar me mirënjohje figurën e saj. Dita e parë e procesit mësimor për vitin e ri shkollor 2025-2026 do të gjejë gati të gjitha institucionet arsimore në Gjirokastër. Ndërhyrjet në to kanë nisur që në qershor dhe kanë vazhduar gjatë gjithë verës për të siguruar kushte të përshtatshme mësimdhënieje për fëmijët gjirokastrit. Bashkia e Tepelenës ka nisur mirëmbajtjen e aseteve publike dhe përmirësimin e hapësirave për qytetarët dhe turistët. Mes punimeve kryesore janë rikonstruksioni i urës së varur në Hormov dhe restaurimi i pasarelës së Alipash Tepelenës. Përveç këtyre janë kryer edhe pastrimet e hapësirave publike, duke i dhënë qytetit një pamje më të pastër. Me mbi 6 dekada përkushtim ndaj artit, Josif Bushi është një prej emrave më të spikatur të pikturës nëpërmet. Në studion e tij, mes penelve dhe telajos, kanë marrë qindra portrete, peizazhe dhe kompozime që flasin me gjuhën e ngjyrave. Stili i tij i veçantë, ku çdo vepër përfundon brenda një dite, dëshmon përkushtimin që ai i jep secilës pikturë. Ju njohim tani më gjerësisht. Sot shënohet 9 vjetori i shenjtërimit të Nën Terezës, figurës simbol të mëshirës dhe përkushtimit ndaj më të varfërve. Më 4 shtator të vitit 2016, Papa Francesku e shpalli atë shenjtore, duke e quajtur shenjtore të mëshirës dhe ikon të dashurisë hynore. Trashëgimia e saj humanitare vijon përmes urdhrit të misionarëve të bamirësisë, të themeluar prej saj në Indi, i cili sot vepron në mbi 130 vende të botës, duke u shërbyer të varfërve dhe të braktisurve. Edhe kryeministri Edi Rama dhe presidenti Bajram Begaj kanë kujtuar me mirënjohje figurën e saj. O Zot, hap në sy tanë që të mund të shohim ty, ne vëllezërit e motra tona. Hap në veshët tanë që t'i dëgjojmë thirrjet e atij që ka uri, që ka të ftohtë e frikë. Vargjet janë një urat që shenjtja Nën Tereza na kalon, e që sot misionarët po me aq përkushtimi zbatojnë. Jetën Shën Tereza ja kushtoi të varfërve dhe si dëshmi ishin rrudhat në fytyrën e saj që të kujtonin gjeografinë e vuajtjes në botë. Sot është 5 shtatori, dita e shenjtërimit, një ditë që përkujton Gonxhe Bojaxhiun, që më pas u thirr Nën Tereza, nëna e të varfërve dhe fituese e çmimit Nobel për paqe në vitin 1979. Agnese Gonxhe Bojaxhi lindi më 1910 nga prindër shqiptar dhe mori mësimet e para në një shkollë në qytetin e Shkupit dhe në moshën 18 vjeçare u dorëzua murgesh. Në Indi në vitin 1950 themeloi urdhërin e murgeshave, të quajtur misionarët e bamirësisë, dhe aty nis edhe rrugëtimi për t'u njohur më pas si nëna e të gjithëve, duke ia dedikuar jetën të varfërve. Ndërsa urdhri Nën Tereza numëron rreth 5.000 misionar në pothuajse 100 vende të botës, puna e saj është e njohur e vlerësuar, ndërsa shumë personalitete e kanë vizituar, nga ish presidenti amerikan Reagan, princesha e Walesit Diana, apo dhe ish kryeministri i Indis, Indira Gandhi, që pas takimit me të u shpreh: të takosh Nën Terezën do të thotë të përjetosh ndjenjën e inferioritetit dhe të pushtetit të madh të mirësisë dhe të fuqisë së dashurisë. Rrugëtimi humaniste shqiptare e lindur në Shkup më 26 gusht 1910 nuk ndaloi, deri ku nda nga jeta më 5 shtator 1997 në Kalkuta dhe 5 shtatori, data e ndarjes nga jeta, u caktua si dita ndërkombëtare e bamirësisë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.
Në nënvjetorin e shëntërimit të Nën Terezës, Presidenti i Republikës Bajram Begaj dhe Kryeministri Edi Rama kanë përkujtuar figurën e saj të shenjtë, duke e cilësuar simbol të dashurisë dhe mëshirës universale. Presidenti Begaj përmes një postimi në platformën sociale u shpreh se Nën Tereza është krenaria më e madhe e kombit shqiptar dhe pjesë e shpirtit ton kombëtar. Sot e gjithë bota lutet për shenjtën Nën Tereza. Ajo na mësoi se edhe gjestet e vogla të mirësisë kanë fuqi të ndryshojnë botën. Le të bëjmë çdo ditë një vepër të mirë, thekson në mesazhin e tij Presidenti Begaj. Nga ana tjetër edhe Kryeministri Edi Rama e kujtoi shenjtorën shqiptare me një urim në rrjetet sociale, duke e përshkruar si grua në shenjtë me trup të vogël, e me shpirt të madh sa bota. Nën Tereza u njeh në mbar botën për jetën e saj të përkushtuar ndaj varfërisë, ndërsa mbetet një nga figurat më të ndritura të njerëzimit dhe trashëgimia e saj është një udhërrëfyes frymëzues për breza. Me nisjen e vitit të ri shkollor 2025-2026, Policia e Shtetit ka hartuar një plan të posaçëm masash për rendin dhe sigurinë publike pranë institucioneve arsimore. Në një dalje publike, drejtori i Policisë së Rendit Publik, Agron Çeli, deklaroi se do të ketë prani të shtuar policore në hyrje-dalje të shkollave, kontrolle të rrepta të mjeteve që transportojnë nxënës, si dhe bashkëpunim me drejtuesit e shkollave, prindrit dhe pushtetin vendor për parandalimin e bullizmit, aksidenteve dhe fenomeneve kriminale. Për më shumë, le të ndjekim deklaratën e drejtuesit Çeli. Ndërhyrjen e menjëhershme për parandalimin e çdo veprimtarie kriminale që cënon sigurinë e nxënësve. Strukturat në varësi të Departamentit Policisë Kriminale dhe pranë drejtorive vendore të policisë do të intensifikojnë punën e tyre në marrjen e informacioneve që nxisin veprimtarie të mundshme kriminale, si brenda dhe jashtë institucioneve arsimore, identifikimin dhe ndëshkimin e personave me këto tendenca, me qëllim parandalimin e ngjarjeve të rënda kriminale, të cilat cënojnë sigurinë dhe mbarvajtjen normale të aktivitetit në këto institucione. Në kuadër të paketës së sigurisë në shkolla dhe programit të ri të veprimit të Ministrisë së Arsimit, strukturat e Policisë së Shtetit në të gjithë vendin do të bashkëpunojnë me Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Shëndetësisë, AKU-n, pushtetin vendor, psikologët dhe punonësit social në shkolla. Në vazhdimsi, do të bashkëpunohet me drejtuesit e institucioneve arsimore publike dhe jo publike, si dhe të pushtetit vendor për përcaktimin e detyrave dhe masave të përbashkëta për rritjen e nivelit të sigurisë publike në ambientet e mësimdhënies, duke përcaktuar masat për përcaktimin e perimetrit të sigurisë në shkolla të gjitha niveleve, kufizimin dhe ndalimin e parkimit, qëndrimit dhe lëvizjes së automjeteve në segmentet rrugore të caktuara pranë shkollave. Vendosjen e sinjalizimit përkatës vertikal dhe horizontal të domosdoshëm për disiplinën e lëvizjes së automjeteve dhe këmbësorëve. Në bashkëpunim me Inspektoriatin Shtetëror Shëndetësor, AKU-n dhe pushtetin vendor, do të punohet për mbylljen apo largimin e lokaleve tregtisë dhe pikave ambulante të shitjes që tregtojnë pije alkolike, produkte ushqimore të skaduara pranë shkollave, të cilat jo rrallëherë shërbejnë dhe si pika të grumbullimit të shtetasve me precedent kriminal, përdoruesve të pijeve alkolike dhe lëndëve narkotike, si dhe burim rreziku për prishje të rendit publik apo veprimtarit të tjera të dhunshme ndaj personelit, mësimdhënës dhe nxënësve të shkollave. Dhënien dhe shkëmbimin e informacioneve me stafin pedagogjik dhe me oficerët e sigurisë në shkolla për nxënësit që mund të mbajnë me vete sende të kundërligjshme dhe mbi bazën e tyre zhvillimin e kontrolleve në portat e hyrjes nga personeli roje e shkollës dhe oficerët e sigurisë në pranitë të mësuesve dhe në mbikëqyrjen e punojësve të policisë. Strukturat vendore të policisë do të vlerësojnë çdo informacion që ka të bëjë me prishjen e rendit dhe kryerjen e çdo veprimtarie kriminale në këto institucione, si dhe konfliktet apo mosmarrveshjet që mund të kenë nxënësit brenda shkollës, fenomenin e bulizmit, si dhe mosmarrveshjet që mund të kenë me shtetas të tjerë jashtë institucioneve arsimore, me qëllim marrjen e masave të nevojshme për parandalimin e veprave penale, si dhe për identifikimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të autorëve. Në rastet e njoftimeve të rreme që shkaktojnë panik tek nxënësit dhe stafet pedagogjike, strukturat e specializuara të Policisë së Shtetit në bashkëpunim me prokuroritë përkatëse do punojnë për zbulimin, identifikimin e telefonuesve dhe vënien e tyre para përgjegjësisë ligjore. Nga ana e drejtuesve të strukturave për krimet në volum, të rendit publik dhe policisë rrugore, në bashkëpunim me institucionet arsimore dhe organizatat jo
qeveritare që në fokusin e punës së tyre kanë institucionet arsimore, do të organizohen dhe zhvillohen aktivitetet përbashkëta me kolektivin mësues-zënës të shkollave nëntëvjeçare dhe ato të mesme, si në ambientet e policisë dhe në ato të shkollave, për njohjen dhe zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor në qendrat urbane për sigurinë dhe bashkëpunimin me policinë, pasojat e përdorimit të lëndëve narkotike, për rrezikshmërinë e mbajtjes së armëve të ftohta e të zjarrit në banesa apo ngatërinjtë dhe rrezikun nga krimet kibernetike e tjera. Njëkohësisht, në zbatim të programit për reduktimin e drogave, duhanit dhe alkoolit në shkolla, specialistët e policimit në komunitet do të vijojnë të japin orë mësimore në shkollat nëntëvjeçare. Specialistët për krimet në volum dhe ndihmës specialistë e policimit në komunitet do të marrin pjesë në takimet që zhvillohen në shkolla, si takimet e bordit të prindërve, senatit të nxënësve e të tjerë, duke diskutuar dhe trajtuar problemet apo shqetësimet që lidhen me sigurinë publike në këto institucione. Do të zhvillohen analiza periodike në lidhje me sigurimin e rendit dhe qetësisë publike në shkolla, duke evidentuar problemet që hasen dhe përsaktimin e detyrave konkrete për zgjidhjen e tyre, si dhe parandalimin dhe goditjen e çdo lloji veprimtarie kriminale që mund zhvillohet në ose pranë institucioneve arsimore ose ambienteve shkollore. Për raste apo ngjarje të veçanta, do të zhvillohen takime dhe analiza të përbashkëta me drejtues të këtyre institucioneve dhe do të dërgohen informacion në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Në këtë kuadër, ftojmë qytetarët që të denoncojnë menjëherë në numrin pa pagesë 112 çdo dyshim apo konstatim që cënojnë jetën, shëndetin dhe procesin mësimor të nxënësve. Policia e shtetit, në rastin e fillimit të vitit të ri shkollor 2025-2026, garanton prindit dhe gjithë qytetarët për një angazhim maksimal për garantimin e sigurisë dhe mbarojtjen e procesit mësimor. Urojmë nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme suksese në këtë vit të ri shkollor. Policia është pranë jush, mos nguroni të bashkëpunoni dhe të bisedoni me punonjësit e policisë për çdo shqetësim tuaj. Faleminderit. Dita e parë e procesit mësimor për vitin e ri shkollor 2025-2026 do t'i gjejë gati të gjitha institucionet arsimore në Gjirokastër. Ndërhyrjet në to kanë nisur që prej qershorit dhe kanë vazhduar gjatë gjithë verës për të siguruar kushte të përshtatshme mësimdhënieje për fëmijët Gjirokastrit. Institucionet arsimore në Bashkinë Gjirokastër janë gati për të pritur vogëlushët dhe nxënësit ditën e hënë kur do të startojë dhe viti i ri mësimor. Gjatë gjithë verës, nga Drejtoria e Arsimit pranë Bashkisë është punuar për përmirësimin e infrastrukturës fizike të kopshteve dhe shkollave. Gjitha shkollat dhe kopshtet qerdhet, gjitha ambientet arsimore në Gjirokastër janë gati për fillimin e vitit të ri shkollor 2025-2026. Edhe gatishmëria e edukatorëve dhe mësuesve dhe drejtoreshave të kopshteve dhe të shkollave janë në gatishmëri të plotë. Më pëlqen sepse ka një mendësi më ndryshe, po ecën me shpejtësi kërkesa e llogarisë ndaj atyre, por dhe zbatimi me përshpikmëri atyre që ne themi her pas here në përmbledhje. I porsa emëruar si drejtori i Drejtorisë Arsimit në Bashkinë e Qytetit të Gurtë, Arben Rexha shprehet edhe mbi rregulloren e re që do të zbatohet në kopshte, që nga uniforma e fëmijëve dhe deri tek edukatorët pa telefon në orën e mësimit. Çdo kopsh do ketë uniformën e saj. Çdo kopsh do dallohet se çfarë kopshi është nga uniforma, nga përparësia. Të gjitha punonësit që varen nga bashkia do të kenë logon e bashkisë, që është mungon, do të ketë kartë identifikimi çdo punonësi i bashkisë deri tek ata punonësit e mirëmbajtjes. Do të vendos në përxhamat e gjitha grupe moshave në përkopshte oraret e mësimeve. Dhe çfarë do të bëjnë nxënësit sot, me se do të merren nxënësit sot. Gjitha edukatorët nuk do të kenë telefon në klasa. Në Bashkinë Gjirokastër numërohen 33 godina të arsimit parauniversitar. Në Bashkinë Këlqyr, 24 pacient marrin shërbimin shëndetësor pranë banesave të tyre. Mjekja Entela Ibrahimi bën të ditur se është hartuar një grafik i posaçëm që përfshin vizitat dhe shërbimet për secilin prej tyre. Në Bashkinë Këlqyr, 24 pacient marrin shërbimin shëndetësor pranë banesave të tyre. Mjekja Entela Ibrahimi bën të ditur se është hartuar një grafik i posaçëm që përfshin vizitat dhe shërbimet për secilin prej tyre.
Kemi rreth 24 pacientë që i kemi të evidentuar të cilët i marrin këto shërbime në banesa dhe të gjitha këto janë të ndara me një plan ditor, javor dhe mujor dhe kemi rreth 3-4 vizita të cilat bëhen nga infermieri, të cilat kanë vendosur një diagnozë infermierore dhe pastaj në bashkëpunim me mjekun dhe në bashkëpunim edhe me punonësit social të bashkisë. Ky shërbim mbulon të gjithë territorin e kësaj bashkie, duke siguruar që asnjë pacient të mos mbetet pa kujdesin e nevojshëm. Në të gjithë qendrën tonë socio-shëndetësore, Këlqyr Dëshnicë, dhe në qytet edhe në zonat rurale. Në situatën që jemi, që kemi viroza të shtuara jo vetëm të stinës, po dhe Covid, ato janë që i agravojnë. Shërbimi shëndetësor pranë banesave është një ndihmë e madhe për pacientët dhe familjarët e tyre, duke lehtësuar qasjen në kujdesin shëndetësor për ata që ndodhen në kushte të vështira fizike apo sociale. Bashkia e Tepelenës ka nisur mirëmbajtjen e aseteve publike dhe përmirësimin e hapësirave për qytetarët dhe turistët mes punimeve kryesore janë rikonstruksioni i urës së varur në Hormov dhe restaurimi i pasarelës së Alipash Tepelenës. Përveç këtyre janë kryer edhe pastrime të hapësirave publike, duke i dhënë qytetit një pamje më të pastër. Bashkia Tepelen gjatë kësaj periudhe një vëmendje të veçantë ka kushtuar mirëmbajtjes së aseteve publike. Në qendër të punëve ka qenë rikonstruksioni i urës së varur në fshatin Hormov dhe restaurimi pasarelës së Alipash Tepelenës në fshatin Beçisht, si dhe punime të tjera të ngjashme. Përveç punëve të përditshme të mirëmbajtjes, shërbimet publike janë fokusuar gjatë kësaj periudhe në asetet publike. Kemi bërë rikonstruksion të urës së varur në fshatin Hormov, një punë e rëndësishme për infrastrukturën rrugore. Gjithashtu kemi vijuar punën edhe në restaurimin e pasarelës së Alipash Tepelenës që lidh qytetin me një pjesë të fshatrave, fshatin Beçisht dhe një pjesë të fshatrave të njësisë. Punë tjetër për sa i përket aseteve publike është edhe restaurimi i çezmave publike në disa fshatra të njësisë, nga ku përmendim çezmat e fshatit Dukaj dhe fshatit Peshtan të njësisë Qendër, edhe fshati Dhëmblan të njësisë Lopës. Përveç këtyre është kryer edhe pastrimi dhe mirëmbajtja e hapësirave publike, duke kontribuar në një mjedis më të pastër dhe të këndshëm për komunitetin dhe turistët. Me nisjen e sezonit të vjeshës, vijon dhe puna në mirëmbajtjen e hapësirave publike, hapësirave të gjelbërta, sidomos në qytetin Tepelen, po edhe në njësi administrative. Ndërhyrjet e kryera jo vetëm që përmirësojnë jetesën e banorëve, por ndikojnë edhe për një imazh sa më të mirë në syrin e të gjithë turistëve që vizitojnë këtë zonë. Kalaja e Kaninës në Vlorë po i nënshtrohet një procesi të kujdesshëm restaurimi dhe konservimi për ta bërë më të aksesueshme për gjithë vizitorët, por edhe për ta ruajtur dhe forcuar. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhia theksoi se projekti është hartuar nga Prosken dhe Trashëgimia Kulturore pa kufi, duke ndërthurur ekspertizën shkencore, arkitektonike dhe kulturën në shërbim të trashëgimisë son. Punimet që po realizohen përfshin konsolidimin e strukturave, ndërhyrjet restauruese, konservuese, si dhe elemente rijetësues që pasurojnë përvojën e vizitorëve, theksoi Gonxhia. Ministri nënvizoi se Kalaja e Kaninës së shpejti do të shndrohet në një atraksion kulturor e turistik në shërbim të identitetit historik dhe zhvillimit të qëndrueshëm të zonës. Tepelena vion të mbetet një destinacion i preferuar për turistët vendas dhe të huaj, veçanërisht gjatë këtyre ditëve të shtatorit. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Turizmit, gjatë këtyre muajve, numri i vizitorëve ka shënuar një rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke shkuar në 5.000 vizitor. Pejsazhet natyrore, historia dhe mikpritja e banorëve janë faktorët kryesorë që po tërheqin turistët që të vizitojnë Tepelenën dhe bukuritë e saj natyrore. Qyteti i Tepelenës edhe në fillim të shtatorit po vijon të mirëpres turistë shumë si vendas edhe të huaj, të cilët ndalojnë për të parë atraksionet që ofron ky qytet dhe pamjen piktoreske të lumit Vjosa.
Na pëlqen shumë te Pelena. Peizazhet janë mahnitse dhe njerëzit këtu janë jashtëzakonisht mikpritës. Ndjehemi si në shtëpinë tonë dhe po shijojmë çdo moment të vizitës tonë. Ky qytet është i mbushur me histori dhe një atmosferë të veçantë. Çdo rrugicë dhe monument na bën të ndjejmë lidhje me të kaluarën dhe mezi presim të zbulojmë më shumë gjatë qëndrimit tonë këtu. Edhe vizitorët vendas zgjedhin te Pelenën si një destinacion të përshtatshëm për fundjavë, duke vlerësuar shërbimet dhe mikpritjen. Klima ali pas te Pelena që është më historia që bën më shumë edhe për të ardhur këtu. Pjesa tjetër është pamja mrekullueshme, të di ka shumë vizitor, është gjë që të bën të vish përsëri, të shtyn në pej. Nga muaji qershor deri tani, te Pelena është vizituar nga mbi 5.000 turistë, duke u kthyer në një ndër atraksionet më të preferuara të jugut. Me mbi 6 dekada përkushtim ndaj artit, Josuf Bushi është një prej emrave më të spikatur të pikturës nëpërmet. Në studion e tij mes penelve dhe telajos kanë marrë jetë qindra portrete, peizazhe dhe kompozime që flasin me gjuhën e ngjyrave. Stili i tij i veçantë, ku çdo vepër përfundon brenda një dite, dëshmon përkushtimin që ai i jep secilës pikturë. Josif Bushi ka më shumë se 60 vite që i është përkushtuar artit të pikturës. Me nostalgji, ai kujton fillesat e këtij udhëtimi të gjatë artistik, që nisi me pasion dhe është ushqyer ndër vite, me përkushtim të pandërprerë. Nga klasë 4, besoj që merrsha me vizatime, po pastaj në arsimin e fshar, në klasë 5 u futa në kursin në rrethën e vizatimit që quhej atëra, në shtëpinë e pionerit. Dhe esa mirë, mbaj mend që në klasë 6, klasë 7, vizatoja me dorë të lirë portreta. I shikoja nga fotografinë, pak, edhe vizatoja me dorë të lirë, vizatoja shumë mirë. Pastaj shkuam në lice, në konkurs, në shkollën mesme artistike në Dalmisia në Tiranë. Ishim 6 veta nga Përmeti. Edhe aty është një histori e bukur në fakt, kur vajta në konkurs, në 8 fillon të ai konkursi në lice. Edhe kur shkova, ishte e klasa ka 2, liceu të ishte mbushur, pra vetëm një bankë që në fund fare bosh. Edhe shkova ullë aty, në dha profesori, ishte një profesor me mustaqe dhe me një lullë që mbante në dorë, nga dia emri. Në dha një lule, ishte një lule që me 3 jethe kështu. Edhe unë e bëra shpejt, po do ta bëni me monokrom, me të zezë në akuarelit. Këtu në fakt, unë s'kisha punuar me akuarel, vetëm me laps kishim punuar. Edhe unë e bëra shpejt, dhe një orë gjysmë, edhe u qova, ja dhash profesorit, më tha, po prit, ku vetëm të më kemi. Pastaj më tha, mirë shënoj emrin, dhe kur dollë për jashtë, takova një shokën tim që ishte qenë në vit para me, edhe fitova konkurs. Ai ishte Sadi Kaceli, ai profesori. Përgjithsisht merre me të gjitha gjinit. Edhe me portretin ku ka qenë shumë i suksesshëm. Për herë të parë kam ekspozuar në vitin 81, se në 79 në diplomuam, sa mbaruam ato zbora 6 muaj tjerë. Në ekspozitën e parë, kisha një qenistaren, një portret me duar, që kanë shumë të bukur, dhe fitova dhe shmik madje, qenistaren. Pastaj kam ekspozuar për në gjitha ekspozitet kombëtare, nga 81-shin, 91-shin, edhe portrete, si Aredin Tremishi për shumë, se një portret një vajza ushtare që ishte shumë të bukur. Edhe me kompozim në 89-ën, në malet të Anglis, fitova shmik 3. Pra ja marrë edhe këtush, kemi edhe kompozime, edhe portrete, edhe peizazhe. Po, aktualisht më pëlqen të merrem më shumë me peizazhin, se kompozimet më marrojnë shumë kohë, vërtet. Kurse peizazhin e bëj më shpejt, është më lirik, më poetik, më kënaq më shumë. Ajo që e bën të veçantë stilin e tij është mënyra të punuarit çdo pikturë, e sidomos portretet. Ai nis dhe i përfundon në brenda të njëjtës ditë. Portretet më kanë tërhequr. Vazhdimisht. Kanë tërhequr dhe i bëj shpejt në përgjithësi. Me një seancë mbyll përgjithsisht. Edhe mentori për shembull është një punë edhe konceptuar, e kompozuar bukur. Dhe kam bërë sot për nesër, të nesër ishte një aktivitet, ishte përvjetori mentorit dhe e çova aty te lokali në qendër. Edhe varet të jo, i thash mos e prekni se është e pathar. Edhe kam mbaruar për një seancë, kam filluar nga ora 4 mbasdite, kam mbaruar nga 1:30 natë. Kështu i bëj përgjithsisht, i mbyll me një seancë edhe portretet dhe peizazhet. Pastaj kompozimet kuptohet kanë çik më shumë.
ashtu si çdo artist që gjen frymëzim në vende apo momente të veçanta. Për Josifin, burimi i frymëzimit është studioja e tij modeste. Është aty ku nis historia në telajo, portrete, peizazhe apo kompozime që marrin jetë në heshtje përmes ngjyrave. Kam qef të vijë, se shë thënë që do të punoj për ditë, po dhe të vijë të ri këtu në studia, të shoh, të më lind një mendim tjetër, një gjë. Edhe këtu është, si të thuash, një lloj burim frymëzimi studia. Kënaqësinë këto kam. Po ka artin të vështirë, po ai që ka pasion duhet ta vazhdoj. Ai që ndjen që atje e ka të lindur domethënë pasionin. Unë kisha këtu edhe këtu vazhdova. Se që i vogël që në 8 vjeçare, për shembull, merrsha me gjëra që shokët e mi gjithë dinë që Josifi vizaton për shembull. Veprat e tij janë të panumërta. Asnjëherë nuk ka bërë një bilanc të saktë të punimeve të realizuara, por ajo që kujton me emocion është se përmes çdo shitje apo dhurimi ai ka ndarë me të tjerët një pjesë të shpirtit të tij. Ndryshojmë tani natyrën e informacioneve tona. Shqipëria fitoi me rezultatin 0-1 në ndeshjen miqësore ndaj Gjilbraktarit në sfidën e luajtur në stadiumin Europa Point, ku qezinjtë e Silvinjos fituan fal golit të realizuar nga Jasir Asani në minutën e 69. Ndëruar në gol nga Jasir Asani duke shpëtuar performancë zhgënjyese. Tekniku brazilian i dha debutimi Maldin Kaçurit, mbrojtësit 19 vjeç, ndërsa në sulm Shqipëria nisi ndeshje parë të provuar lojtar të rinj dhe menaxhuar energji. Nga ana tjetër, Gibraltari u përpoq të reagonte me kundërsulme sporadike, por nuk gjeti asnjëherë portën kuqezi, që si fillim Shikues, ishte gjithçka e përgatitur për ditarin informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshi.